Banorët e fshatit Varibob në njësinë administrative Cakran kanë protestuar para ditën e sotme për mungesën e ujit të pishëm gjatë verës, edhe pse janë taksa pagues të rregullt. Ata pohojnë plot indinjat se me rritjen e temperaturave duke filluar nga muaji maj dhe deri në muajin tetor, rubinetat e çesmave të tyre furnizohen vetëm 10 minuta në ditë. Ndodh gjithmonë çdo verë sa fillon behari këtu në fshatin tonë. Dhe pengesa jonë është gjithmonë se ujit që hapet në depot nuk mbushet depo, janë qerekore reziston. E shumta është që të vendosin ose të vendosin një depo 100 tonshe të madhe, furnizohet, jo një qerekore të rrit depo. Ora nuk vjen 10 minuta më para ka fiku qerçe se sa ka ndesur. E ndesaj edhe fik. Banjot janë për i bret zotit. Shtëpitë të pafshirë, dorë s'kemi ku t'i lajmë. Sytë s'kemi ku t'i lajmë, as një gjë nuk kemi këtu në këtë. As puse s'kemi hapur as një gjë, s'ka. Ku ka? S'ka as një gjë. Jemi umeruam. Gjatë fushatës na u premtua se kjo problematik do të marrë fund, thon banorët, po deri më sot vijon të mbetet e pandryshuar. Neve kur vin fushata, ujë 24 orë në ditë në muajt i kemi. Ora në ditët të rej. Ora na japën në ditët, na japi 1 orë të pak në ujë, 1 orë. Unë kam 5 ditë kam marrë në Italia. Ky thot të gjithë personat të kthehen në Shqipëri. Për çfarë do kthehem kur unë s'kam asnjë kusht këtu?